Ilirdaja, sot jeni në një ndeshje miqësore mes ekipit Shkëndija dhe Dinamo Tirana. Si e vlerësoni rezultatin e sotit? Para i herë përpara se të bëj vlerësimet e rezultatit apo aspektit teknik, do të falenderoja Shkëndin edhe drejtuesit e saj, stafin teknik që na mundsoi që të luanim. Dihet që në rajonin tonë Shkëndija është nga ekipet më të mira, qoftë për traditën që ka pas, qoftë për rezultatet që ka arritur në Europë. Kështu që mbi të gjitha ishte një ambient që është kënaqësi të luash këtu në Tetov, Karshi Shkëndis. Dhe për sa i përket pastaj aspekteve tjera, sigurisht që na shërbeu të dyja ekipeve për të parë gjendjen. Pash një Shkëndi që kishte një formë të mirë, kishte një ritëm të mirë, dhe e pash që dhe disa lojtarë të Shkëndis për arsye ndoshta të ngarkesave ashtu si lojtarët tonë nuk ishin në formacionin e parë, por që besoj që edhe Shkëndija i ka të gjitha mundësitë, por që sigurisht duke qenë me të këmbë tokë për t'i marrë ndeshjet 1-1, i ka të gjitha mundësitë që të shkojë sa më larg dhe neve i urojmë një prezantim sa më të mirë, por që edhe të shkojë sa më larg në kupat e Europës, duke qenë që janë të avantazhuar edhe për shkak që janë ekipi kampion në Maqedoninë e Veriut dhe kanë 2 shanse. Shpresojmë që të kalojnë turin e parë të Champions League-s, pastaj ta kenë më të lehtë për të vazhduar më tej. Jeni si trajner më i suksesshëm shqiptar, mund të themi, pas sukseseve shumë që arritet me Ballkanin. A vallë ndonjëherë do shohim Ilirdajin tjetër edhe trajneri i Shkëndijës së Tetovës? Sigurisht që kemi pasur dhe tratativa më përpara. Natyrshëm që është bukur të punosh një klub që është goxha shumë mirë i organizuar. Pse jo, asnjëherë mos thua jo. Për mua do ishte një kënaqësi, po jo tani, sepse jetonin e kam koleg, edhe ndoshta në një tabë më të largët, pse jo mundet na bashkojnë rrugët. Domethënë futbolli kur nuk i dihet, edhe pse rruga është tepër e gjatë. Po që nuk i dihet asnjëherë. Ishit në Kosovë, tani në Shqipëri, por mund të themi lirisht që ndonjëherë mundet edhe në Maqedoni. Patjetër, me kënaqësi. Ilirda, faleminderit që ishit pjesë e emisionit Sporti Sot dhe t'ju urojmë suksese edhe juve edhe Dinamos. Faleminderit edhe juve dhe nëpërmjet jush përshëndes dhe ju uroj sa më shumë fat, sepse duhet kesh edhe fatin me veten në këto kompeticione e Shkëndijës. Dhe çdo qytetarit të Tetovës shëndet dhe çdo gjë të mirë në familjet e tyre.